Lidhemi dhe njerë drejt për drejt tani, do flasim përsëri për ngjarjen e rëndë në Malish të Korçës, pasi konfirmohet që është rënduar bilanci i jetëve të humbura në zjarrin që ra në një banesë pas nënës, e cila u konstatua se kishte ndruar jetë në vend ngjarje, pra me njërë 2 fëmijët u transportuar në gjendje të rëndë si pasojë e asfiksisë nga tymi në spitalin e Korçës. Mësohet se ka ndruar jetë edhe djali 14 vjeçar i familjes Azislari në shtëpi. Në momentin e flakëve kanë qenë nëna dhe 2 fëmijët 14 dhe 6 vjeç. Unë lidhem përsëri me Sidorela Xhomaqin, gazetaren tonë që vijon të jetë në Mali. Sidorela, për fat keq atëherë u konfirmua ajo që the pak më parë, se burimet nga spitali thanë se bilanci është rënduar. Ku përveç nënës ka ndruar jetë edhe djali 14 vjeçar Luka Azislari në Malish, aty ku ndodhi një ngjarje e rëndë ku nga flakët e zjarrit janë asfiksuar nën e birë. Ndërkohë që vijon të jetë në gjendje të rëndë edhe fëmia 6 vjeç, i cili ka qenë brenda banesës. Ajo që na është konfirmuar nga edhe banorët në qytetin e Malishit dhe banorët të cilët kanë qenë shumë pranë kësaj familje. Kemi të bëjmë me një familje e cila ishte në kushte mjaft të vështira ekonomike, ndërkohë që 2 fëmijët, 14 dhe 6 vjeç, vuajnë nga autizmi. I vetmi krah pune, ashtu si kundër thonë edhe familjarët, por edhe banorët të cilët e njihnin shumë mirë këtë familje, bëjnë me dije se i vetmi krah pune ka qenë babai, i cili edhe në momentin kur ndodhi ngjarja nuk ka qenë në banesë. Nuk dihet në fakt ende grupi hetimor po vijon të jetë brenda banesës aty ku ndodhi e gjithë ngjarja, duke hetuar në fakt edhe për shkaqet e rënies së këtij zjarri në banesë. Nuk dihet në fakt nëse kanë qenë 2 fëmijë të cilët kanë qenë duke luajtur, apo edhe për shkak të sëmundjes së tyre të cilët mund t'i kenë vendosur zjarrin banesës, apo kanë pasur edhe shkaqe të tjera sikur mund të jetë rrjeti i energjisë elektrike apo shkaqe të tjera. Por ajo çka përmendim është fakti se për shkak të ngjarjes së rëndë, për shkak të zjarrit i cili përfshiu banesën, 2 persona kanë humbur jetë. Pra nëna Merieme Azislari dhe fëmia 14 vjeç Luka Azislari. Kjo është e konfirmuar në fakt edhe nga ana e Spitalit Rajonal të qytetit të Korçës, aty ku fillimisht unë e përmenda burimi i cili na erdhi në momentin që unë po raportoja, po ashtu edhe nga ana e policisë. Pra kemi të bëjmë me 2 persona të cilët kanë humbur jetën. Nën e birë, kjo për shkak të asfiksisë dhe zjarrit i cili përfshiu banesën. Nuk kanë dalë nga banesa. Një ngjarje mjaft e rëndë, në fakt është një ngjarje mjaft e rëndë. Ne jemi shumë pranë vendit të ngjarjes, pranë banesës ku ndodhi dhe ngjarja, ndërkohë që ka forca të shumta të policisë, po ashtu familjarë dhe banorë të cilët janë shumë pranë për të parë në fakt edhe për të dëgjuar se çfarë mund të ndodhë edhe me fëmijën tjetër i cili vijon të jetë në gjendje të rëndë në Spitalin Rajonal të qytetit të Korçës. Edhe i mbetet në gjendje të ndoshta edhe gjendja e fëmijëve, shpjegom se askush nuk ka dalë nga ajo banesë, megjithse flakët e zjarrit kanë rënë dhe kanë mbetur të asfiksuar brenda nga tymi i madh pastaj që ka qenë brenda banesës. Mirë, shpresojmë që të paktën mos rëndohet më shumë bilanci kësaj ngjarje shumë tragjike që vjen nga Maliqi. Ndërkohë mbetet ende për të përcaktuar apo jo, Sidorela, shkaku se si ka nisur ky zjarr në banesë. Vijojnë të kryen hetimet nga ana e grupit hetimor, i cili momentalisht ndodhet në vend ngjarje. Sapo është larguar edhe një mjet zjarfikës, i cili duket se shojti totalisht flakët, ndërsa grupi hetimor po vijon hetimet. Por ajo që vlen të përmendim është fakti se nëna e 2 fëmijëve ishte një zonjë shtëpiake e cila kujdesej për të 2 fëmijët të cilët vuanin nga autizmi dhe doket qenë e pamundur nga ana e tyre të dilnin në momentin që flakët përfshin gjithë banesën. Nëna mbase ka dashur të shpëtojë dhe fëmijët dhe ka qenë e pamundur
që të 3 personat të cilët ndodheshin në banesë, pra nëna dhe 2 fëmijët, të dalin nga banesa, por gjithçka ka ndodhur në momentin që ka ardhur zjarrfiksja dhe më pas edhe autoambulanca, të cilat ka marrë edhe të 3 persona duke i transportuar në Spitalin Rajonal të qytetit Korçës. Shumë tragjike e gjithë ngjarja. Duket se ndoshta edhe zjarri nuk ka qenë aq i madh sa pushtonte ndoshta gjithë shtëpinë, sepse shoh që nuk ka më shenja të zjarrit, ngjarja nuk është se ka ndodhur shumë kohë më herët, apo jo, duket se një zjarrfikse ka mjaftuar për ta fikur zjarrin dhe problemi ka qenë më shumë asfiksia, po? Sapo është njoftuar në fakt nga ana e trupave të zjarrfikseve është bërë mundur edhe shuarja totale e zjarrit dhe më pas nxjerrja e 3 personave të cilët ndodheshin në banesë. E konfirmuar tashmë nëna dhe 2 fëmijët, që në momentin që kanë dalë të 3 personat, gjendja e tyre ka qenë mjaft e rëndë. Ata janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të qytetit të Korçës. Pak minuta pasi kanë mbërritur në spital, nëna ka ndruar jetë, ndërkohë është dashur edhe luftim në fakt nga ana e bluzave të bardha, një përpjekje e madhe për të mbajtur gjallë edhe fëmijën 14 vjeçar, por si duket kjo për shkak të asfiksisë apo edhe për shkak të plagëve, nuk i dim në fakt këtë informacion, edhe 14 vjeçari të kenë ndruar jetë, ndërkohë që në gjendje të rëndë vijon të jetë edhe fëmia 6 vjeç, i cili ishte në banesë me nënën dhe vllain e tij. Luftohet ende për jetën e fëmijës 6 vjeçar, ndërkohë babai i kësaj familje ka qenë në punë, ishte i vetmi person që punonte nga familja, apo jo, kthehet për të gjetur këtë tragjedi në shtëpinë e tij. Po një histori. I vetmi krah pune. I vetmi krah pune dhe në pamundësi për të punuar dhe bashkëshortja e tij, pasi i duhej të kujdesej edhe për 2 fëmijët, 14 dhe 6 vjeç, të cilët ishin tashmë me sindromën ishin autik në fakt, me sindromën e autizmit. Nëna duhet të kujdesej për të 2 fëmijët gjatë gjithë kohës, ishte një zonjë shtëpiake e cila kujdesej për banesën, për shtëpinë, po ashtu edhe për 2 fëmijët e saj, ndërsa bashkëshorti shkonte të punonte. Ajo që na është komunikuar edhe nga banorët, por edhe familjarët të cilët janë shumë pranë banesës, na tregojnë se babai i 2 fëmijëve punonte në ndërtim për të siguruar kështu jetesën për këta të dy, ndërkohë që kemi të bëjmë me një familje e cila ishte në gjendje mjaft të vështirë ekonomike dhe i vetmi që unë e përmenda pak më herët që siguronte të ardhura ishte vetëm babai, i cili edhe në momentin e tragjedisë ka qenë duke punuar dhe nuk ka qenë në banesë. Në banesë kanë qenë vetëm gruaja e tij dhe 2 fëmijët, të cilët tashmë një prej fëmijëve e konfirmuar ka humbur jetën bashkë me bashkëshorten, ndërkohë që nga ana